Ti jeton në Kosovë, Po, me familje. po, The që ke lind në Gjermani. Po. Ju jeni kthy familjarisht në shtime? po. Unë jam i Gjermanisë, babën e kam Drenicës, mamin të Klinës, ka Skenderoj. Me këndoj madem jasharit, ti këndoj, ti sa vjet. tash sa vjet, E tash sa këngë vjet. Çka? E kënë kongën, për shenit që pedimi, pedina kongën, autobusi për na prec. Përshëndetje. Ju jeni? Anes Baftio, Anes, ti në cilin qytet të Gjermanisë jeton? në Bocholt, Bocholt, është komun afër cil qytet madh? nga Düsseldorfit, Nga Düsseldorfit. Anes, ti je për cilit vend Kosovës? prej Shtimës. Prej Shtimës. Po. Qysh të do shoqënia, aktiviteti, ekskursioni përgjithësi? Po më pëlqen shumë, kom bo shok edhe pse nuk i kom njoft këto njerëz, do të dje i kom njoftu edhe po kaloj shumë mirë. Dje keni ardhur direkt me aeroplan apo me autobus? Ata për Gjermanisë kanë ardhur në autobus, po në që jetoj këtë, kom shku... Viç pak. Ti jeton në Kosovë. Jetoj në Kosovë, po. Unë kom shku me kerë në aeroport, mi prit ata Gjermanisë që kanë ardhur me aeroplan, Okej. edhe me autobus kena shku në hotel. Ngom, okej. Ti jeton në Kosovë, Po, me familje. po, The që ke lind në Gjermani. Po. Ju jeni kthy familjarisht në shtime? po. Okej. Ka lindi ideja më kthy në Kosovë? Se është diçka shumë e mirë, është diçka e pazakont. Familjet kosovare që lindin edhe krijon familje jashtë Kosovës, edhe i kthejnë të rit në brenda Kosovës, është diçka shumë e mirë për neve. Familja jo në gjithë ka pas qef më kthy edhe dikur jena vendos më kthy. Keni vendos. Po. Vendimi ka qenë përgjithësi? Po. A shkon ti më në Gjermani? Shkoj ka një herë me vizitu, po. Ka të mungon në Gjermani? Për katë vermalli, atje, tani të veti për Kosovë. Kur se kisha menu, po më ka marrë valli me hi me një farë furë Gjermanisë. Me hangër, Po, shqiptari ka marrë, pse Kosovë nuk po ka furat mira? në Gjermani kanë ndryshë, edhe këtu ka senet mira, po në Gjermani Këtu kanë... në Kosovë qështë kam prish shoqënia rrethi kthimin ta në Kosovë? Shoqëni këtu në Kosovë nuk kom pas shumë, po kom Tash dalë ke po? po në klasën e 10, domethënë këtë jena 3 se këtu shkolla e mesme janë nisë për klasës 10, Po. edhe jem shoqënu shumë shpejt me njerëz edhe pe kaloj shumë mirë. Po mësos qysh apo të thonë që po din mirë? Me fol drejt, po më vjen pak zër, ndalant, ama shkolla jam është bilinguale, domethënë shumë lant marrën edhe në gjuhën angleze, Po. edhe për që thonë për gjuhën nuk po më vjen shumë Gjermane e zër, ki po. 5. Po. E di. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë gjithë njerëzve? Më kisha dhënë mesazhin më kënaq me njërin tjetrin edhe më provu mos u përla edhe me Okej. Unë e Hajde. këtu i ki 3 shok qëto, tu 3 djemë, hajdi ka. I ke njoftu sot, dje. dje. Cilën e ke bo ma shok? Arlindin e kom bo ma shok se e kom dhom edhe e kom njoftu të parin. E këtë dy? Këto dy jenë shumë djenë të mirë, Ajo po dy në veti. E ti ka i ke? Unë jam i Gjermanisë, babën e kam Drenicës, mamin të Klinës, ka Skenderoj. Okej. Po, I ke bo shoqëni të re? Po, ke Edhe ju jeni shoqëni këtu të në re. Kosovë apo keni ardhur Ja, për ekskursion? ekskursion. Okej. Shoku i dhomës qysh po të pëlqen? Shumë mirë, është djali shumë i mirë, i urtë. Okej. Edhe mund ku e kena shkujt provimin, e kena njoftu njëri tjetrin, edhe shumë ju ngëzu se kur ju mat njëre, menova që se një kërkan, edhe nuk e kam kërkan për me hin dhomë. Po ku e kum patin i këtu leartin, shumë ju ngëzu se si shok. A keni më kanë shok edhe mas të këtij ekskursioni? Besoj që po. Po. po edhe pse nuk isha shpesh, po besoj që kena A kemi pas shku ti në konca. Gjermani, a këto kanë marrë në Kosovë ma shpesh? Ja, këta vinë Kosovë ma shpesh, normal. A kemi thirë te? I thiri. Okej, a keni me shku me vizitu shtiman? Po mëre, Po qysh normal. Okej. Ju rujt zoti djema, ju të do ashtë me që rrini me neve. A dini me punu djema? Vallo. Keni me shku të Adem Jashari sot. A dini këngën e Adem Jasharit? Bravo. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun. Me furkan, me Këndoj Adem Jasharit. ti këndoj, ti sa vjet. Tash sa vjet, E tash sa këngën. vjet. Çka? E kënë kongën, për shenit që pedimi, pedina kongën,
Autobusi po na pret. Ta zemra, një rujtë zoti. E na më shkojnë atë autobusi.